nga ato shtete ku ka pas lojtar perfekt, lojtar profesional. Jam një shumë mirë, shkaku që tash promovohet më shumë bilardo dhe del si gjithmonë për shembull Kosova si jam, për shembull shteti që buni bum për shembull në poçetrek të Slovenisë, ku në zonën vendin e tretë. Kështu që jam shumë krenar edhe faleminderit edhe shumë pi federatës edhe kryetarit vetëm dyla për këtë fondacion që mujti me na dërgu atje, me marrë eksperiencë pak më shumë. Të marrë eksperiencë, të fitu medalje, bravo. E përmend edhe ti, përfaqësimi i Kosovës sigurisht e ka vendin e vet edhe ka peshë në këtë rast se njët shtetit e ke fundit e përfaqëson edhe shtetin. Beton, arritje historike. Definitivisht. E para, me të parën goditni. Ashtu pra. So ka qenë rëndësishme edhe për federatën, se për shtetin po e dim, përfaqësohet shtetin normalisht, po edhe për federatën, për një federatë që realisht nuk është se ka qenë shumë si përfaqe viteve të fundit. Po faktikisht lufta ime më e madhe ka qenë që ta promovoj këtë sport që është një sport me disiplinë të lartë. Edhe me i bin prind që nuk është bilardo hobi. Po Vesh me shku me lujt, hajt. Bash. Përpara ka qenë sport i podrumeve, i duhanit, i alkoholit, i bigjozit. Edhe lufta më e madhe ka qenë për me e ngrit nga podrumet me qitë në podiume në sallat mëdha, ku fatmirësisht plot njerëz kanë hapur sallat mëdha dhe na kanë ndajt krah. Edhe kemi mundësu që ta regjistrojmë, domethënë këtë lloj të sportit që është bajagi fizik, e që lyp shumë punë fizike, e sidomos psiqike, edhe një dijeni paraproke interesante të gjeometrisë, për me pru në qëtë nivel që me mujtë me garu brenda shtetit tonë, me mujtë me organizu brenda shtetit tonë që të jemi të gasëm kur të dalim në tregun e Europës, atëre me mujtë me tregu kvalitetet tona. Kjo ka qenë një ndër pikniset e para kur kanë fillu më marrën me këtë lloj udhëheqësie ta quaj të federatës. Dhe duke ju falenderuar gjithëve që na kanë ndajtur mbrapa, domthonë kryetarët klubeve që janë nga gjithë Kosova, jo vetëm nga Prishtina. Edhe anëtarëve të bordit që janë gjithashtu gjithë nga Kosova. Të cilat së bashku e kemi mri me pru deri në qëtë nivel që sot për shembull garat më në Kosovë të federatës, 7 gara, të cilat janë mbulu me 100% me live coverage, live streaming, edhe është mbuluar me sistem botnor të mbajtjes pikëve. Domthonë këtu nuk ka unë po të njoh ty po të çoj në këtë garë ose po kanë me të llogarit pikë. Lutna, domthonë ti duhesh më mundu një vit që në vitin e ardhshëm të jesh kandidat për me ndalë një garë ballkanike ose evropiane, edhe pse jo dhe botnore. Edhe qëllimi kryesor ka qenë që ti puna me të rinj ka qenë që ti bim deri në çat nivel, sikur që shepodhe edhe i risi, që edhe nëse mrin sukses në evropian, janë zgjedh këtë vendet më të mira me shku me përfaqësoj Evropën në Amerikë. Domethënë, ja fillon prej klubit, pastaj ka përsen në gara shtetnore, kalon në gara evropiane, ku shtyhesh pe Evropës tani me shku në gara botnore, e me u thunë në Amerikë, në Azi, kudo që mban ato gara. Domethënë është një sport bajegi serioz, është në zhvillim bajegi të madh, në botë edhe tek ne. Si sport, pra peceki si sport, ka disiplinën e hatashme, për një gabim shumë të vogël dhe në është me lojë. Respekti me zgaruzve shumë i madh që kon vrejt. Definitivisht. Është një ndër sportet që kur të dikush qetëson faktikisht jo ti dush me qetësu vetë, pra mujt me lujt atë sport se është bajegi për me qetësu vetë. So realisht ka qenë befasues rezultati i risit për ty personalisht sekretari i federatës, po sa kalon impakt në kampionat evropian atje? Për pjesën e parë, nuk është që muj me thonë 100% jam qenë i sigurt që kena me marrë medalje. Mund të them, po nuk është ashtu. Mirisin e kompritet për bajegi herë, kur ka fillu me lujt njerëz për qefje, pastaj ka fillu me marrë pjesë edhe në kampionate. Duke shkuar rrugës, i kom me Irisin edhe me Diarën, i kom thonë, kishte me qenë mirë mu kualifiku në 16 më të mirë. Synimi, do të thonë me kualifiku në 16 më të mirë,
për shkak të promovimit sportit dhe ndihmesës nga shteti, se jetu përfasu shtetin, si jetu e përfasu mu Irisin, Vetonin, Federatën, për jetu e përfasu dhe më thonë shtetin e Kosovës. Dhe isha kun shumë i kënaqur me mujt me depërtu në 16. Për këtë që ka më mirë, kishte me qenë mirë. Për Irisin, mënyrën e lojës se që ka Irisi, se unë i përcjellë non-stop se gjatë mirë vasit zgare vënim aty, kur pa ndalë. Për që e kalon 16 nuk kom dyshu. Edhe pse kundërshtorët keti ka pas kampion. Dhe më tonë nuk ka pas fat në short, se ka pak aty fatin short. Sakt. Mund me qëllu jo bashkampioni, mund me qëllu ai që e ka vend në tretë, domethënë e keni fash pak më but. E keni fash shpresë pak më të but, po edhe pse është niveli asilloj që shumë pak ka dallimi vendi parë me vendin e tretë aty. Edhe veç është momenti pak çështje e fatit me qujt ose çka do se një dekoncentrimi i rastit që mush me buti një gabim, mos ai na e gabim me talon ty shansën. Por ky kur e mundi për shembull Norvegjisë i cili është kampion në 8 ball. Okej. Atëherë që poshtë që ka periudhë. Pas ka me pas problem. Edhe nuk është që nuk ka pas shansa me pas edhe të argjendën, normal të së të arit, por me kapacitetin edhe me mënyrën e lojës që i kemi ne, domethënë është një pjesë që duhet me punu në drejtim shumë për kondicion mental. Nuk jam të folë për kondicion fizik, po. Është kondicioni mental i cili duhet të punohet në mënyrë pedagogjike. Domethënë pak më profesionale, që me mujt me përballu 3-4 lojë me kampiona, mi ka përsye tash me gjysmë finale, pastaj finale. Eres, me spjegu për dëgjues të Radio Lugaxhinit, te ke marrë pjesë në disiplinën 9 ball. Nëse i shpjego dëgjuesve çka i bën saktësisht 9 ball. 9 ball është loja penishit deri në 9. Është mishti topat me radhë. Po jo të pa koordinuar, pra duhet prej 1, 2, 3 me radhë. Po. Për shembull hap topat, hin nishi ose treshi, kemi vazhdu me 2-shin, 4-shin, 6-shin, 5-shin, 6-shin, 7-shin, 8-shin edhe 9-shin. Edhe në fund dush me kalkulu me topin e fundit. Po, deri në topin përfundimtar. Që sa ke fillu me u marrë me biljardën? Profesionalisht? Profesionalisht 2 vjet e gjys. Për 2 vjet e gjys ke arrit në këtë nivel. Po. Po më intereson pak se e ke pas një histori shumë interesant në këtë evropian. Në mesin e garuzëve, në pjesën fillestare ka rënë me u ballafaquar me një garuz serb. Po me to e ke pas rezultatin më të thellin prej këtyre që i kom pa sa ke avancu më pas deri te vendi i tretë. Para se mu ndesh me ta, me mron në loj, u konë si gjithmonë kryetori, ai supporti që na do ta bëden me mu gjithësysh. Se është s'ka opcion tjetër. A bëden veç që ta muje për këta tjerë më stanin. Edhe u konë njëna për arsye që na ka jep shumë support, na ka nejt gati të nkonë vazhdimisht pas time-outit, ose të nkonë loj me na nejt gati që mos me lanë një hapësinë të keqe në kampionat evropian. Pse për shembull na me dal keq si Kosova bëden në kampionat evropian, po mos me lanë diçka që është mirë për neve. Sakt. Mi japi përkrojë, tha meno për Kosovën, tha meno edhe ma herët, edhe tani une hina me atë lojën tem që do të me mu gjithësysh, shkoki Kosovës, shkoki venit tem, shkoki federatës. Se kë biljard do llogaritet rezultati thellë, besoj. Po. 8-4. Po ndalna edhe te një meç që besoj në vazhdimsi të kampionatit evropian ka dhënë shumë motiv ballafaqimi me Robin Hauge Petersenin. Na trego më së pari kush është Robin Hauge Petersen, edhe sa ka qenë e vështirë me te kalu një garus që garon në 8 ball, për me bë diferencën pastaj me tregu për dëgjues. Se këto ka shku ngosht, këto ka përfundu me që 8-7 në pavor tondin. Nuk ka qenë shumë vështirë, shkoku që nuk kam pos presion pse është kampion i 8 ball, pool, në kampionat evropian, s'kam pos presion për ti kështu. Jom konë një gatë shumë për loj, unë jom ballafaqu vesh me tavolinën, litorin se kom këshyrë në atë aspekt. Shkoku që
unë e po që ajo është lojtar i mirë, edhe nuk bën gabime. Edhe unë thash, një gabim, edhe unë nuk e lu këto me lu. Rezultatin fillim ka qenë 6-3 ose 4 mos gabosha. 6-4. Ku u boni ai comeback 7-6, mora time out, që gjithmonë kryetarit të nanet gati. Edhe tha vazhdo lojën tonë, tha u krya lojë, bone gabime, s'ka lidhje, i kia dhe 2 lojë me morë. Pas këshillës kryetarit, direkt 7-7 u bo rezultati, 8-7 boni një gabimaj, 8-7 e përfundua rezultatin. Edhe do me thonë ketë për shtetëve që e në konë, metën, apëdin zë të qysh... Se kam prit, qysh pi Kosovës, apëdin pi kojt po vjen, qysh pi mund këta, apëdin shumë... Po konë... Edhe kur vëdel tani aj team leader, është... Do me thonë si na që e kena pos kryetorin, ata e kam pos një trajner personal. Po thecën e ekipit. Po del po ma jabë durën mu, kryetorit, edhe gjo që... Apëdin nuk e prita, se ka team leader për shembull i vjen i noti ose diçka, po meta, apëdin. Fantastike. Me që ka është motivuese besoj për vazhdimsinë e garës, se e sheh edhe veten që mundesh për te asaj që ndoshta ka një herë beson. Kryetar, a ka pas se me garus serbe kemi këtë problemin e pjesëmarrjes, kur në shumë sporte kur marrin pjesë kosovarët ata tërhiqen. Po. A ka pas në par momenti kur ata kanë shpreh dëshirë me u tërheq prej garës? Që unë kryetarin e Federatës së Serbisë një personalisht. Ai është një njeri shumë interesant, është sportist. Po fatkeqësisht kur përzihet politika në sport, vinte të çdo probleme që kemi, edhe kemi më pas, në të ardhmen ndesë s'bëhet ndaj ndryshim tjetër politik. Para gara më afrum tha, ma ka imponu qeveria me dorëzu lojën. Tha po unë e kom pranu dënimin çfarë do që tjetë, se unë e kom provu të pit me lujtë. Tha i kom deklaru që dënëm një mu, unë djallin të me shti me lujtë. Lojtarin e vetë. Tha e kanë pranu, vetëm me një kusht, mos me ajop dorën një tjetët, mos me përshëndet një tjetët edhe me kry lojnë edhe ku që kërkuj. Mos me pas kontakt. Unë e fillova që që tash po për mu kur s'ka pas problem, kështu që se kem në atë problem dash, ama dorën dash mos ma jep dorën, na do vazhdojmë. Po çka është më mirë dhe lojtari sot nuk është për aty në që ka qenë pak i dopt, ai ka qenë vitin e kaluar kampion. Vitin e kaluar kampion. Kështu që Bajagi është lojtar me emën, me nam, është lojtar i fortë, është Bajagi moti merr pjesë në kampionate evropiane. Ka qenë interesant edhe po vjen keq që sa komunicizuan rrosat posaçme kur ka bëu Grimosa se është ndryshe kur nuk njohin. Se neve jem shku aty, kur kush nga ka njoft. Kush ka njoft i risin, kush ke marrë pjesën. Ata ketë përgjithsinë me vete, janë ngjofë se fillojnë për moshës tret marrin pjesën. Unë 5-6 herë gjatë vitit, për shembull ata takohen kuçu 2 herë në vit. Aty në varë bumerang. Ata edhe plus se ka qenë një lojë shumë interesante që u bën live coverage, se u kon TV table me Estonezën, domethënë që ajo lojë që e ka shtin faktikisht medalën bronz që ka fitu. E dëgjojsha komentatorin ma unë e këshishim live dhe këmë në kus kom po serios që ka shpejt me lujt. Se kur hinë TV table ti dush me lujt me kohë, se ta mosin kohën. Do më thonë për çdo gjujtje e ki 30 sekunda kohë. Qa dush me menu dhe aksion? Po, 30 sekunda e ki kohë për momentit kur ndale topi i barë, ti qohesh me lujt, e ki shot clockin 30 sekunda. Ki drejt një loj me marrë një extension, do më thonë me shty dhe 30 sekunda, nëse ki në pozici dush me analizu pak ma shumë, kur nuk e mrike 20 sekundë. A i tash non-stop të komentu, ata ketë profesional, dhe neve kim po 3-3, ama qësi 3, me qësi shpesie, në qësi nivelli me lujt, pak është që di për neve, dhe pëse spenjojmë kusha këllë lojta. Shumë ka qenë interesant, edhe ma vunë kur e në dëgjësha atë komentatorin dhe isha, po, mirë e ka, shumë shpejt. Tash po e vrej edhe une. Shumë shpejt. Eres, qysh funksionon biljardo? Ai sheh lëvizjet para se me godit topin? Në fillimet mija, normali o kom pak shumë keq shkoku që s'kom dit ku shko në borda, ose qysh gjuhet që hypotez, po duke stërvit
ka dalë lole, tash e kom mësu lojën gati për mensh. Tash për shembull e di ku shkon në bordha, ku është topi për me dalë që top më saktë apo për me dalë për topin tjetër. Për bordën, kontrollën e bordës nuk e kam problem. A përfshirë këtu edhe gjeometria në biljardo? Po. Puna e kalkulimeve? Po. Shumë përfshihet. Për shembull ti e ke një hipotezë për shembull që është goxha i rënë, edhe për shembull me 2 punta është problemi dol, duhesh me dal ose me 3 ose me lut direkt me ngrejme ose është pak shumë fell, apo edhe është shumë gjeometri, duhesh me ditë për me lu bilardën, me ditë fiks ku duhet me ardhe bordha. Kryetar, cilat janë planet e federatës tash për këtë vit? A ka aktivitete tjera? Po, me kampionat që do vazhdojmë tash, domethënë pishtatorit, kampionat. Edhe keni shumë kategori, siç e përmendët edhe më herët. Po, tash ata duhet me cek shumë mirë, faleminderit që më pyete. Po është interesante edhe njëra ndër, domethënë njëra ndër gjërat interesante që kanë ndodhur që 5 vjet kemi startu, faktikisht 5 vjet kalum kemi startu. Juniorat e kemi pas gjithmonë. Kështu që nuk kemi pasur, në ky ka qenë junior edhe Diari ka qenë junior, kanë pasur edhe të tjerë. Tash kanë rrit, normal. Kalum fazën tjetër. Tash kemi disa junior 3, po tash 5 vjet që kemi filluar me femra, vjet kemi pas vetëm 6 femra, si vjet kemi 14. Gjë që po vjen shumë mirë. 2 fishim. Përpos që 2 fishim, po vjen shumë mirë se femrat këtë sport domosdoshmë ka qenë pak më problematike, po më në fund edhe na u vëdisum përgjithësi, edhe erdhëm deri në çat nivel që femrat pa pikë problemi me garrua dhe mos me pas kur fare të losh edhe perfekt. Domethënë përpos garave, sendeve që janë të rëndësishme për kampionat, është edhe shoqënia, muhabeti që rrjedh mas garave ose para garave, ajo është kënaqësia jeme e posaçme kur e shoh, edhe qëllimi jam ka qenë që ajo që sa më shumë rinia më marr me sport. Çfarë do sporti, mos vetëm bilardo, çka do. Vetëm të socializohen më shumë, që me mujt me ngrit veten deri në atë nivel që mos me pas probleme në të ardhmen. Në sporti është faktikisht ambasadori i vëdësimit të rive. Unë ashtu e shikoj sportin si sport, edhe domethënë kategoritë janë ndomë, është kategoria A ku janë 20 garues më të mirë. Edhe ata prapë gjithmonë ndrohen për shkak të poentimit. Është kategoria B ku marrin pjesë kushdo që do me marr pjesë, po duhet me qenë mas pari antar njërin për klubeve, 6 klubeve që janë të Kosovës. Është kategoria juniorëve, domethënë që është për 18 vjeçët e poshtë. Edhe është kategoria femrave, edhe është kategoria seniorëve që kemi bërë për vitit kalon, kemi filluar domethënë është 45 plus. 45. Po, domethënë dikush që i ka 50 vjeç, do të marr pjesë, nuk po do me i në kategorinë B se peqym kushtimisht që janë pak më gjatë luajnë ata, po t'jesh më marr pjesë aty. Rregullat mëson shumë lehtë, shumë janë të lehta rregullat, kështu që atë është një sen që bëhet rutinë, bëhet përditshme, ëh. A tash veç me kontakte që i bëm 3 atash që ishim në Sloveni, më synimi jonë është mi trajnu një 2 trajnerë të mirë që mu mojë me 3, edhe me synu Evropën prapë. Se dhe vitin nashëm është të njëjtin vend faktikisht. Në Sloveni. Sloveni, se është një kompleks interesant i banjave që i quajmë na banja. Spa dhe kreti ka një 5 hotele, dhe më është si vetë ka qenë numër rekordit në pjesëmarrësve 173 kanë marrë pjesë aty. Perfekt. Te kur jemi tash te fundi, çka realisht i rresht nuk shkoi ndaj Martin Takeshi Rozerit, ndaj Gjermanit. Kur nali shë mendon? Me tregu drejt, në Stonezën ka mujtë më kry loja, qerek finale, ku jom konë për parësi që shme thonë, 7-3 ju konë rezultati, 7-4 tani u bu, për me bu 8-4, e lash një 7 shumë grop, edhe, dhe me thonë, u këthi rezultati mrapa. Ketë komplet, u bu 7-7. Edhe, tani, thash, pse mos mi bu Kosovës diçka emën a bedin, po ashtu edhe federatës se mi jep për shembull bedin edhe vetës Sakt. Pak ma shumë në Europian. Tash, për jep e zërshit lojt fundit, edhe a i lunë safety shot, për safety shot, unë e bëj
një gjujtje, është i dyshin edhe mbara lojën kitë komplet. Me njerë pas lojës, hina me tjetërën. As 2 minuta pauzë. As 2 minuta pauzë, dhe me thonë, kondicion, ju shumë, lodhje shumë, edhe E natyrshme. në poshti. E natyrshme. A e ka ndryshu ky sukses Irisin? Jo, A e bën më të kompletum? jo, s'u ka ndryshu kur gjë, se du me konë halo ma nalë. Nuk du me meta vetëm dhe qito, me thonë për shambull, e fitova venën e tretë në kampionatë europian, me me dhe qito, po më qaf halo ma nalë me shku, a vetëm mos mu bo me një madhë, a vetëm me thonë, më rritë dhe qito bëllë është, po me ushtru halo ma shumë, edhe me më rritë dikon halo ma nalë. Që me promovu bilardën edhe të tritë, a vetëm ju jep edhe support të rive, ku qyshe ceki kryetori, kina edhe juniora shtar shumë që morin pjesë, njëni vetëm është që e kam shumë shok të ngusht, është Lek Azemi, edhe ka morë edhe ai pak ma shumë. Perfekt. Po, Është me 2. Supporti mas shumë ti që kanë jep, është pi prendve mas pari, babi, normal, mami, a vetëm se kanë mujt me s'memnon me luzë shkaku që kanë menu që është për shembull si loja bedin për qef që do të me shku me lu si bëjgjaz a bedin, po jo, kur e kam po për shembull kurjetori kur ka full me bobin tem, për shembull ja ka bo qështë është bilardo, bobi a bedin u met. Edhe Se ka di që organizohet si sport. Po, ku ndosh me anis, ku një muj 2 më kam vyt pak me i pak në botën e bilardës, edhe me i në kampionat, kështu që kogja mirë. Edhe shpresojmë edhe për juniorave në tarë më kena të shka ma shumë, po. Intervista jote e parë me sa e kuptova. A të pëlqej? Po. A ke që shtash? Faleminderit shumë njerëz që e konsonte me neve, këtë regu historinë tonë të suksesit në Sloveni. Për ftesën. Kryetar, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Ju uroj shumë sukses dhe uroj që Irisja të kalon edhe vetëm. Vesh para se me shku, mas pari edhe një suport për federatës normal, për ministrisë për federatës, kryetarit të të ndyla, sekretarit Muhamet Çuni, normal klubit e në shuterësit për suportin, e do lojtarëve që janë këgja mbreslans, për shembull ka plot për i shuterësit. Faleminderit për këtë me ketë, shkoku që më kanë jep suport atje, më kanë thirr, urime, apëden, vazhdo se dush me fitu, po, dhe që aty u lodha dhe... Ama mi ashtu shumë sukses historik. Ta lëm takimin nashëm, vitin nashëm, se kampionate e prejnë do t'jetë në Serbi. Opa! Opa! Kja të ka bom. A është i caktum? Që po. Ka me qenë interesant. Me sa garu të shkojmë? A dijet? Na, nuk dijet halo. Dikon po planifikojmë me 5. Në çfarë periudhe mua? Shkurt. Në shkurt, në fillim të vitit tash. Po, fillim të vitit tash. Po flas për kampionatin, për tash ky mo nuk është junior. Tash ky i ka Tash kalon senior. Tash kalon senior. Është U21 ëndër. U21 U23, po jemi në grupacion me senior. E ka me qenë interesant shumë. Faleminderit shumë kryetar. Faleminderit për ftesën. Faleminderit Teres. Faleminderit shumë për ftesën. Ndajemi me pak muzikë dhe kthehemi më pas me lajmet e fundit vendore. Shkojmë.